përket e fundit të make-upit tim. Mirëmëngjes, hajde dalim sot me disa kushurinë që I kemi këtu në Augsburg. Kam veshur një palë pantallona të shkurtra besh, pavarësisht se këtu koha është shumë e keqe, po nuk kam çfarë të vesh tjetër. Domethënë, edhe sot e ka thënë që do jetë koha e keqe dhe shumë gabim që nuk e pash motin para se të niseshim. Nëse, dhe kam vendosur edhe këtë çantën. Tani këtë këmishën e keni parë nga vlogu I kaluar, edhe më ri goxha mirë, edhe mendoj që më shkon. Kam vendosur vathet gold, aksesorët e mi që I mbaj çdo ditë janë po prap gold, dhe nuk e di çfarë do vesh nga këmbët, por mendoj që do vesh sandalet. Do ta tregoj edhe kohën, është shumë gri. E ditës së sotme, para se t'i vendosim në përvënde, unë mora këto shapkat për mamin, Levis. Mami I ka shumë qef këto shapkat kështu sportive, kështu që ja mora. Viki mori zjodhi këto me roz dhe me të zez. Pastaj mora dhe për vete një kostum gjumi nga Marco Polo, është shumë I freskët, pambuk shumë I lehtë, pantallonat I kanë roz dhe bluzën në të bardhë me këtë shkrimin roz. Edhe mendoj që nuk është se janë vetëm për gjumë, po të rish dhe rehat në shtëpi dhe këtë bluzën mund ta vesh edhe për të dalë. Unë ndrova, vesha rrobat e mia të gjumit, nuk filmova shumë se I u harruam në muhabete, jo në për dyqane, edhe I ku kaloi koha. Kaluan 1-2 orë të mira, erdhëm në shtëpi, realisht koha nuk të bën të bësh asnjë lloj gjëje përveç se të shtrihesh edhe të rish dhe të shohësh një film. Ne po filluam një film me Vikin dje, Viki Xhaja kishte parë, po kishte kohë që e kishte parë dhe unë jo, kështu që pam episodin e parë, më duket janë edhe 2 episode, apo po episode janë, edhe ishte një film romantik shumë I bukur, edhe do pyes Vikin se si quhej, edhe do a tregoj edhe unë juve. Edhe këto do bëjmë sot, kemi marrë edhe te Turqia, kemi vajtur që morëm në një Golden Eagle për ta parë filmin, do ham edhe ndonjë far, edhe ajo plaka turke atje më përshëndeti dhe më mbante mend dhe më tha, jam shumë e lumtur që të shikoj si je, çfarë po bën me shkollën. Mbante mend arsyet që kemi folur atje një ditë, që më pyeti që pse do largohesha nga Gjermania dhe I mbante mend dhe më tha jam shumë e lumtur që të shikoj dhe që je e lumtur në vendin tënd. Edhe më din më shpesh ta. U kam treguar një histori me këtë plakën turke, njësoj si ne shqiptarët janë. Ne kemi parë kulpa mia, do shohim kulpa tua edhe një tjetër. Kulpa nostra. Okej, nuk e di si përkthehet është spanjisht. Ah, okej. Kemi parë fajin tim, do shohim fajin e tij tani. Marr edhe syzet e mia shqetësuese, I përdor gjithmonë kur editoj në laptop apo kur ri me orë të tëra në telefon që më duhet të bëj content apo të editoj, edhe për të parë filma, pse jo. Një filmi romantik me kushurirën, do shkojmë nga lumi, të luajmë pak me top, të luajmë ping-pong, edhe mora dhe disa gjëra që më kanë ardhur, disa rroba banje, edhe të bëjmë një unboxing atje të bukur me atë pamje që më ka munguar si mua edhe juve, sepse më vinë mesazhe plot, komente plot. Paola të shkon Gjermania, Paola më kishin munguar vlogjet e Gjermanisë, e di njerëz edhe juve, edhe mua më kanë munguar ky vibe I këtej. Por do mundohem që të filmoj sa më shumë që jam këtu. Dëgjojnë këto dridhje tu është I dashuri në telefon. Ure shumë ose dëgjojnë në kamerë. 18 mesazhe. Nice.
që t'ua tregoj, edhe rrobat e para të banjës, pjesa e sipërme duket kështu, edhe më pëlqen shumë kjo pjesa me pika, edhe kjo që ta ngushton goxha belin. Ka njerëz që këto i veshin edhe në plazh, pjesën e bikinit edhe pjesën e sipërme, por unë preferoj që ndoshta këtë ta vesh më shumë si një krop gjatë verës, ose në ato ditët e plazhit që e di që mund të jetë pak fresk. Rrobat e tjera të banjës, pjesa e sipërme duket kështu, dhe të gjithë kurrizin e ka për jashta. Unë pjesën e poshtme nuk e kam veshur, duke qenë se nuk është se po ua tregoj, edhe po i tregoj vetëm pjesën e sipërme dhe duket shumë bukur. Me këtë mund të marrësh në fakt edhe rrezë pak më kollaj, sepse të gjithë kurrizin e ka për jashta. Kemi edhe boqellin që po ju thoja me ngjyrën e pantallonave të plazhit të dashurit tim. Duket goxha nice, ka këtë pjesën e qarë këtu dhe ka këtë pjesën me tyl. Shumë të bukura, nuk e di ju a do t'i vishnit këto rroba banje në një ditë plazhi normale apo jo. Mirëmëngjes nga rrëmuja e pasme e shtëpisë tonë. Them kot mirëmëngjes, se është ora 2:10, kështu që duhet të them mirëdita. Kemi ardhur këtu pas ku unë mbillja perimet e mia, kam bjerë dikur sallat këtu, që u bë po nuk e hëngra kur, dhe këtu që ka vendosur dhe Armando grillën, që kemi dhe tavolinën, me shpresën që ndoshta mund të pastroj diçka, se tani që po e shikoj është shumë rëmuj, vin dhe Armando sot, edhe ndoshta bëjmë në një grill o sot o nesër, kështu që duhet ta pastroj. Ne nisëm ditën sot në market, bëm disa blerje budallishe, ndërkohë hapa edhe Vinted, edhe postova 2 nga rrobat e banjës që ju tregova dje, që nuk është se më pëlqenin shumë se si mua më rrinin në trup, edhe vendosa që t'i shisja në Vinted. Kam dhe shumë gjëra për të shitur në fakt, por i kam në Shqipëri ato, dhe kështu që ndoshta një ditë te faqja Paula's Wardrobe kur të kthehem do t'i nxjerr edhe aty. Edhe një nga ato ushit, ai kostumi i bardh, edhe duhet ta paketoj edhe ta çoj te pakestacioni që ta dërgoj te goca që e zgjodhi. Sot më erdhi edhe një pako nga Temu që ka marrë disa gjëra goxha verore. E para është kjo kapelja dhe më pëlqen shumë që i kanë vendosur një plastik nga brenda në mënyrë që mos t'i prishet pjesa e formës. Pastaj këtu ka qenë një bluzë, një varse, një rip, një pal pantallona këtu, edhe këtu një bluzë tjetër. Por po mendoj që të ndërtoj një reel, kështu që ku tregoj se çfarë kam bler dhe ndoshta dhe i provoj, dhe nëse e ndërtoj, do shkoni në Instagramin tim me emrin Paula Bregova njësoj në YouTube dhe ta ndiqni aty. Apo vendosa një lavatriçe, ndërtova edhe të gjithë kontentin për Instagram, për reel që do postoj për produktet nga Temu, edhe ju ftoj që të shkoni ta ndiqni sepse ka gjëra vërtet shumë të bukura që ja vlen dhe ndoshta ju inspiroj pak ose ju jap disa ide për veshje për në ver. Ajo që mund të them me siguri është që cilësi të tillë, mbase jo të gjitha veshjet e Zarës po them, por mund të gjesh të njëjta cilësi që mund të gjesh edhe në Temu dhe me çmime super ekonomike, si kapelja për shembull që më erdhi me super cilësi të mirë e fortë, shumë mirë paketuar me pjesën e plastikës brenda që mos të humbiste formën kapelja. Dhe ajo që do të thoja është që me kaq shumë gjëra sa gjeta në Temu me ato çmime, te Zara me zor se do kisha gjetur një fustan të mirë. Të hapet dhe një herë këto që t'i paketoj edhe t'i palos pak. Mirë i pas kam paketuar unë këto. Mirë i kam palosur që t'i dërgoj te posta dhe t'i vej gocës sa më shpejt. Kjo Vinted këtu është në mënyrë shumë e thjeshtë për të hequr rrobat. Do ta vendos këtu te pakoja e Zarës dhe i mbani mend këto. Kam këto stikerat thank you dhe do t'i vendos edhe një nga këto. Gati. E ditë jam shtrik këtu si kur mos të më interesonte që kam hapur kamerën dhe po xhiroj për vlog në YouTube. Dëshira ime këtë ditë është shumë e madhe që të mbjell lule, të merrem me bim,
por e kujtoj her pas here dhe përmendem dhe them shiko Paula se nuk po jeton këtu që të kesh të gjithë këtë që ta realizosh. Edhe në çdo market që shikoj lulet dhe them ti marr këtë lulen Armandos, pastaj vi këtu dhe kuptoj që shumica e shtëpisë është kthyer me lule artificiale, sepse Armando nuk i mban dot lulet natyrale. Edhe jam shumë e mërzitur për këtë. Po të pak të ndroj lulet e tavolinës këtu në sallon, i ndroj dhe i mora të bardha, tani kam marrë karafila në roz në të kuqe, edhe më jep shumë lumturi kjo gjë. Ja, këto janë gjërat e vogla që mua më japin lumturi. Shikoni pak se sa të bukura që janë. Edhe një gjë që jam shumë xheloze dhe që më mungon shumë nga Gjermania, është që këto lulet janë shumë të lira dhe me 2-3 euro ti blen një tufë me karafila dhe zbukuron dhe ndihesh shumë herë më e lumtur. Pastaj librin aty poshtë e mora me vete se mendoja se Viki nuk do vinte, po nuk e mendoja fare që do vinte Viki, edhe thash që shumë herë kohën e lirë do ta kaloj duke lexuar. Por nuk ka gjë. Të paktën kemi parë filma dhe kaq filma sa kam parë me Vikin këto ditë nuk i kam parë ndonjëherë në jetën time. Erdhëm në Lidl se morëm kola, morëm djathë dhe prosciutto për mëngjes, për të bërë tost ose ndonjë omlet, morëm djathë guda për pica, morëm suxhuk për pica dhe kam marrë miell dhe salcë. Do bëjmë pica me Armandon. Armando për pak vjen nga puna, kështu që le të gatuajmë së bashku. Shumë kaos, të shtëpia jonë, nuk po e marrë vesh qa po bëhet, nuk do bëj make-up fare, po e mora këto të make-upit sepse sot në mëngjes ishim në Rossmann, pastaj vajtëm edhe në Lidl që pësonisëm pak me Armandon dhe mora 1-2 produkte të reja që duhet i provoj. E para është kjo furça e Senses dhe më duhesh se ju thash që kisha me atë furçën se më ishte prishur ajo që e përdorja. Mora dhe këtë balmin për buzët nga Elf. Ta provojmë, ja vlejtën lekët apo nuk ja vlejtën lekët. Ishte diku te 10-12 euro. Pasi shikoj një pak se sa të bukura që janë këto pimple patches, edhe këtë maskën. Edhe më shumë për të provuar pak këtë. Ndërkohë ishim në Lidl, ju thash, edhe morëm 1-2 gjëra që na duheshin, po na mbaronte shampoja e kokës, edhe trupit thuaj se ishte në fund, edhe vajtëm që i blem dhe përfunduam që blem me 1-2 gjëra të tjera. Dhe pastaj vajtëm në Lidl, psonisëm për javën, ne psonisim gjithmonë në fundjavë kur vin Armando. Okej, nuk qënë ka keq, qënë ka goxha e plot si furç, këtë e ka si mat. Ta provojmë. Dhe po ju thoja që vajtëm edhe në Lidl që psonisëm këto të javës. Okej. I çova gjërat pastaj në përvënde, edhe nuk e kam çuar akoma pakon që shita nga Vinted. I thash Armandos tani që doli nga shtëpia dhe harroj se është shumë harraq, edhe më acaroj. Armando iku se do të blej Apple Watchin, ai e ka një, po e ka më të vjetër, mos gaboj u dhe s'marr vesh që t'ua shpjegoj. Edhe tha, po më shpjegon të ca gjëra është më i mirë për këtë x arsye, këtë andej, thash unë që motra nuk merr vesh fare, shko blije ta gëzosh, edhe të jesh i lumtur se më ka çmendur nga veshët gjithë ditë. Dua ta blej, mos ta blej, më jep një mendim, edhe iku si gjë. Tani, ta provoj edhe këtë, ta hap. Okej. Sa të fort që e pas kam patetuar. Njerëz nuk e keni iden që na ndodhi dje në dark. Dje shpërtheu, sa të më pëlqen shumë këta që e kanë këtë aplikatori në këtë mënyrë. Shumë më pëlqen. Dje në dark njerëz na ndodhi gjëma në kuzhinë, plasi tuboja e lavamanit, edhe nuk e keni iden, u bë një rrëmuj katastrofike, prandaj nuk kam filmuar shumë, se kishim plane goxha të mira me Armandon për të krijuar edhe unë content, po edhe për të bërë pak më shumë vajt ndryshe dhe kujtime me vllajin.
shpërtheu uji, u bë det, u përmbytëm edhe kam çuar gjithë peshqira, mbulesa, çdo gjë që kisha, se nuk po dija si ta hiqa. Edhe ishte dhe fat që Armando sa po kthehesh nga puna, edhe duroi pak ai aty sa po shpërthente me ato mbulesat. Erdhi Armando, kemi nxjerrë të gjitha enët nga kuzhina jonë, sepse aty du të futeshim për të rregulluar tubon. Dhe tha Armando, e shoh një herë tha, qofse rregulloj, okay, po se rregullova do tha të marr hidraulikun se nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe këtë defekt më e ka dhënë dhe një herë kur kam jetuar unë këtu, po me mendje haj se u bllokua edhe ndodh. Nëse rregulloi Armando, i hapi të gjitha, e pa që ato nuk ishin mbërthyer siç duhej ai që i ka bërë. Edhe jam lodhur ekstremisht shumë, siç i nxorra të gjitha enët nga kuzhina aty poshtë, u dhash edhe një ujë të gjithave se aq është pastaj çik uji sa jo i nxorra unë gjitha aty, rrumuja e madhe, thash po jap edhe një ujë tjetër, meqense e sigur kanë dhe kohë që s'janë përdorur. Dhe thash, okay, edhe u bësh shumë e lodhshme. Sado që hëngrem edhe pica dje, të paktën hëngrem pica, mezi e bindëm Armando, se dini tani që Armando ushet goxha shëndetshëm, edhe nuk e di njerëz, Armando është dobësuar për 6 muaj 23 kile. Nuk e di qa vullneti, qa bravo i qoftë, e them se unë dua të bie një 2-3 kile edhe nuk ridot pa gjëra të ëmbla, pa okay, këto pijet me gaz dhe i eliminoj, nuk e kam problem, ose i pi dhe zero, nuk është se më ndikojnë, po pa ëmbëlsira nuk rri dot absolutisht, edhe bukën nuk para e konsumoj shumë në vaktet e mia. Nuk është keq. Me vanilje më duket, po vanilje. Një outfit çek shumë i shkurtër, këtë ripin e kam marrë në Temu. U bëra gati se po pres Armandon që të kthehet nga Apple-i dhe do shkojmë tek Bauhaus, sepse duam t'i blejmë babit një 2 mjete pune që i duhen për pjesën e pllakave e këtyre gjërave. Tani duket veshja me këtë çantën akoma më e kompletuar. Na bësh një unboxing për vlogun? Qa është ajo? Malet Himalajat. Sa e bukur? Ta gëzosh, e meriton. Oh, sa e buk. Apo se ke hap akoma? Po dalë. Që sa e bukësh? Ua, dale ta fokusoj ta afro. Ju thoshit merret zez, thoshit, të lat mam. Ua, jo u thash me regol. Po hape qika të letrën. Duhet karikuesi. Shumë e bukur. Tu janë ripat. Po. Qa thuhet në këto raste përveç të ta gëzosh? Bëni follow edhe abononi, jo, është kështu ajo, unë subscribe të kanali Paulës. Po kërkojnë diçka të ngjashme për babin, që bën të mundur, është si fleksibël, edhe bën të mundur prerjen e pllakave. Porosit e babit i blem, erdhëm në shtëpi, unë në futa të bëja një dush, ndërkohë Armando po gatuan drekën, i kemi ndarë disi punët kështu në shtëpi. Kjo jo për arsye se në fakt është dhe pak arsye që mua gatimi nuk është se më pëlqen shumë, po arsyeja më e fortë është që Armando gatuhan me kalori, me gramatur, edhe kjo është gjë që urrej më shumë në jetën time. Është sekreti i dobësimit të tij. Disbalans edhe deficit kalorik. Shumë me të mira e kam marrë veten këto kohët e fundit edhe kam përdorur shumë maska, kjo mund të jetë e teta që kur kam ardhur, por që më pëlqen shumë dhe janë shumë hidratuese. Po editoja vlogën e kaluar, po thuj se shumë skena i kam kapur nga tualeti. Kjo është për një arsye të vetme, është sepse këtu kam dritën të gjithën përballë, edhe dritë natyrale, jo dritë artificiale, edhe më pëlqen shumë se si bie ndriçimi. Vesha edhe pijamka të reja. Shumë të freskëta, i dëshiroj pijamet. Qa kemi në menun e drekës sot? Pull në tavë. Me perime. Dhe shikoj nëna këtë video dhe do na thot turp t'ju vi 2 çupa në shtëpi dhe lini djalin të gatuaj. Baby, do you know that heaven is a place on earth? Doni salat? Salata gati. Më ka marrë shumë uria. Armando, ku do t'i thash atletet?
që të mund të shijojnë pa të